Pas shumës së madhe që u krijua në shtëpinë e Big Brother pas një deklarate të fortë të Arditit, Edi ndjeu nevojën të dalë hapur dhe të sqarojë publikisht atë që ishte thënë dhe keq interpretuar. Ai e kuptoi se fjalët kishin marrë për masa më të mëdha nga sa ishte menduar fillimisht dhe se situata po përdorej për të krijuar një imazh të gabuar për të. Edi u shpreh qartë se fjalat që kishte thënë nuk kishte të bënte as pak me Arditin. Ai theksoi se rasti që kishte përmendur ishte një situatë e vjetër familjare dhe se bëhej fjalë për djalin e xhaxhait të tij, jo për asnjë banor të shtëpisë. Unë kam thënë që kam rrahur djalin e xhaxhait tim. Jo Arditin, u shpreh ai me ton të prerë, duke u përpjekur të vendos kufi të qartë mes së kaluarës dhe asaj që po ndodh brenda shtëpisë. Sipas Edit, situata kishte ndodhur në një moment tensioni, ku ofendimet kishin kaluar çdo kufi dhe ai kishte reaguar keq, duke tentuar t'i jepte një mësim me një shuplak të fortë. Ai nuk u përpoq ta justifikoj dhunën, por e shpjegoi si një reagim impulsiv të një momenti nervash, duke pranuar se mënyra e reagimit nuk ishte e duhura. Isha t'uja fut një shpull një herë fort, që t'i vinin mend rrokull, tha ai, duke e pranuar hapur gabimin, por edhe duke theksuar se ishte një situatë që nuk duhej marrë si shembull. Edi shtoi se ajo që e kishte shtyrë në atë reagim kishte qenë ofendimi i rëndë, diçka që sipas tij nuk duhet toleruar, por as nuk duhet kthyer në dhunë. Ai theksoi se sot mendon ndryshe dhe se e kupton se fjalët, sado të rënda, nuk zgjidhen me dorë, por me kontroll dhe përgjegjësi. Kjo deklaratë solli reagime të ndryshme mes banorëve. Disa e vlerësuan faktin që Edi doli dhe sqaroi situatën, duke mos e lënë të keq interpretohet më tej. Të tjerë, megjithatë, mbetën skeptik, duke theksuar se fjalët që lidhen me dhunën kanë peshë të madhe, sidomos në një ambient si Big Brother, ku çdo gjë transmetohet dhe ndikon te publiku. Atmosfera në shtëpi u bë reflektuese. Debati nuk ishte më p.